Prandaj dhe realiteti po flet gjithnjë më shumë se në vend që të kemi një vullnet në prag të 25 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit për të ndërtuar një shtet të përbashkët, nga pala tjetër gjithnjë më shumë diskursi politik po e ndan dhe po thellon, po krijon hendeqje të mëdha. Zotja Dilia, ka ardhur koha që shqiptarët rishikojnë kërkesat për një model të ri kushtetues në Maqedoninë e Veriut. Me të drejtë në gjithë bisedën që jemi duke bërë, jemi ndalur edhe tek marrëveshja. Është vështirë kur flasim për marrëveshje, sepse secila prej palëve do duhet të ketë qartë pozicionin e saj dhe të respektojë të drejtat e tjetrit, po aq sa edhe detyrimet e veta. Unë mendoj se është një moment delikat. Është delikat për shkak të ngjarjeve që ndodhin në aspektin global dhe që këtu duhet patur shumë kujdes në hedhjen e hapave, por njëkohësisht nuk mund të qëndrosh në këtë situatë që vazhdimisht të kesh, si thua, një lloj diskursi politik nga pala tjetër e cila po diskriminon, mos them gati po na poshtron në disa momente për iniciativat që ngrehet dhe që marrin rrugën ligjore. Në kuptim të kësaj, tani më jemi në një realitet krejt të ri. Shqiptarët nuk janë ato të para 30 të viteve kështu me radhë. Janë ngritur padyshim në nivele të ndryshme edhe të aspektit intelektual, do të quaj, kemi 2 apo 3 universitete atje, kemi një rini e cila e dëshmoi me protestat të cilat realizojnë në shkollë për gjuhën